Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq, rikthehemi si çdo mesjavë me tjerë protagonistë që kanë dhënë shumë për qytetin tonë në fushën sportive, por jo vetëm. Episodi sonte do i dedikohet totalisht futbollit dhe një prej figurave që ka spikatur në dekadat e fundit me fanellën e Vllaznisë, por edhe me disa fanella tjera në superiore, por veçanërisht me Shkodranët, ku numëron më shumë paraqitje, por edhe më shumë gola të shënuar për një periudhë rreth 10 vjeçare. Një nga ata futbollistë që ka qenë shembull jo vetëm fushën e lojës, por edhe jashtë saj, ka lënë një emër shumë të mirë në Shkodër, aktualisht vjen punën tek Akademia Vllaznia tek ekipet e moshave. Kam kënaqësinë të kemi në një ndrejtim special sonte ndriçim Shtupina. Mirë se vjen Çimi, si të njohin gjithë. Mirë se gjitha. E thash që sot sërish pranë Vllaznisë ekipin U14 po e drejton aktualisht. Po, kam 2 vjet që jam në punë të akademia. Kam pas 2 pozicione, në fakt jam marrë edhe me anën teknike të akademisë, gjitha moshave, dhe ka disa muaj që i kam marrë edhe në drejtimin e U14, sepse kam pas që më angazhuar diçka më shumë fushën e lojës, sepse nuk mund të rri pa emocionet e futbollit. Më mirë trajner sot? Për zotin është diçka e vështirë, është një zenat shumë i vështirë, po është një zenat që nësë mund në menaj pa ata emocione, pa adrenalinat e futbollit, është shumë e vështirë. Ne që kena luajtur shumë vite futboll, dikush ndoshta nuk e kupton, po për ne është shumë e vështirë menaj pa emocionet e futbollit. Sepse ka shumë ish futbollistë që nuk e duan atë stresin e trajnerllekut. Është me karakter, është me zgjedhje, por besoj që është diçka e bukur, sepse pjesa e futbollit pothuajse në gjithë botën është diçka që shifet edhe ndjeket shumë, edhe prandaj njerëzit kërkojnë më marrë me futboll, dhe ish futbollistat e kanë edhe pak më të lehtë me hi në rolin e trajningut, edhe besoj që është zgjedhje individuale. Ekipi U14 ka ecur me të vërtet goxha mirë këtë sezon, po luftoni, jemi në javët e fundit dhe po luftoni për titullin kampion. Mund të jetë një objektiv i arritshëm? Besoj që e rëndësishme është të fëmijët me mësu me luajtë futboll dhe të edukohen me gjëra pozitive të futbollit, por ato kanë ardhur deri tash në fund janë pretendent për kampion, por gjithsesi në fund do ta shohim sepse kemi edhe 7 javë. Ishim vend parë, por këtë javë të fundit kemi humbë 2 ndeshje dhe jena në vend të 2 ose 3, mund të them kështu, sepse janë 2-3 ekipe 3 pikë para nesh. Por ndoshta më rëndësishme Çim është të prodhoj akademia se sa të fitoj, pavarësisht se ai mentaliteti gjithmonë ekziston tek Vllaznia, mentaliteti fituesit për të çuar kupat, por vitet e fundit sikur po mungojnë ato talentet. Ashtu të quajta talentet, po e them thojza. Është një diçka që vit mas vitit po paksohen fëmijët. Çdo verë që bëjnë seleksionimet e akademia, për çdo sezon ka më fëmijë më pak. Po shifet edhe të U19, të U17, ka lojtar më pak, janë largu njerëzit. Kjo vjen edhe nga jeta që bëhet nëpër qytete, nëpër Shqipëri, janë zgjedhje që e bëjnë familjar, por Vllaznia ka gjerë gjithmonë edhe ka me gjerë, por duhen kushte, duhen fusha. Kam bërë kërkesë edhe presidentit, edhe presidenti është mundu me folë edhe me kryetarin e bashkisë, duhet me gjetë një zgjidhje për fushat, sepse për ndryshe do kena problem për brezat e ri që të zhvillohen edhe të rriten nga ana sportive. Absolutisht që infrastruktura është kryesorja dhe shpresojmë që të ketë një sy më vëmendshëm nga ana dhe një vesh tek pjesa e futbollit nga ana bashkisë, sepse mund të rrezikohet ndoshta edhe Europiani U21 sërish siç nuk u zhvillua më saktë Europiani U17 Shkodër, pikërisht si shkak i këtyre fushave të munguara. Po, ne jena drejt mos zhvillimit kampionatit Europian Shkodër, sepse nuk është majtë premtimi, jo premtimi, por diçka që i kanë thënë që do bëhet një fushë e re, sepse është me detyrim nga UEFA. Një fushë me bar origjinal nuk është bërë, dhe përkundazi ne do të thonë kampionati Europian do zhvillohet në qytete të tjera, Durrës, Rrogozhin, Tiranë. Është humbje besoj për Shkodrën totalisht kjo mos pjesëmarrje, mos zhvillimi i ndeshjeve në Loro Boriçi dhe mos ardha ekipeve gjigante, ndoshta mund vite Anglia, Gjermania, Franca. Si thojmë ne në Shkodër është marrë për ne, në fakt. E fol drejt është marrë, sepse ne na klubi i parë që formuan në Shqipëri dhe të na ikun Europiani për një fushë sportive, për mua është diçka që nuk shkon edhe nuk duhet me noll, por janë njerëz të tjerë që merren me atë punë dhe do vendosin dikush tjetër për këtë çështje. Shpresojmë që zgjidhet për mirë deri në fund këtyre ditëve, sepse ndryshe nuk do zhvillohet dhe ajo është e ditur.
Por ndalemi tek shtupina, tek ndriçim shtupina, ato fillimet e tua, dëshirat e para për futbollin, si të lindi ajo dëshirë? Të them drejtën, po shprehem shumë sinqerisht, në moshë të vogël, kur kam luajtur futboll në shkollë, në Golem, dikush më ka pa aty, bile e di edhe me emër, janë Ferit Hasa, janë ato që kanë punu aty të shkolla, sepse mirëmashin shkollën atë kohë. Që kanë edhe fushën sot. Po, punoshin të shkolla dhe të luajt me shokët aty të klasë, po të luajt të bë gola ditë për ditë, adino i kam rënë sy dhe ka njoftu babin tim. I ka thonë se fut me futbollin, se let mirë, se e shoh të shkolla. Por unë personalisht nuk kam ditë se ka ekipe futboll, se kam qenë shumë i vogël. S'kam ditë që ka ekipe për mu regjistru me vazhdu futboll. Kur më njoftojnë që të kam shku mu regjistru, edhe jam regjistru te Vllaznia B, qujt atje, sepse ka pas shumë ekipe Vllaznia, mosha, gjitha moshat. Kam shku stërvitjet e parë me ndu dedjen. Tani me ndu dedjen, edhe kam vazhdu deri në moshën 19 vjeç me të njëjtin trajner. Kam vazhdu gjithmonë, aty s'kam ndrur trajner asnjëherë, edhe kam pas shumë vështirësi, si gjithmonë si koha, ka qenë viti 97, kurse me bë krahasimin me vitet tash, kur kryen një neshje fëmijë, shkojnë në shtëpi, pyet për një herë si lujte, si shkove, bën në gjujtje, në gjatë bukur, ne na pyetsin apo të problem me plumat, sepse ishte koha 97 dhe ishte shumë e rëndë për ne. Ne ishim fëmijë, s'kuptoshim gjë, por ishte shumë e rrezikshme për ne. Si ishin ato stërvitjet e profesorit të Ndjerit Dedja? Sepse një emër i madh i futbollit shkuadran. Them drejtën, ishte shumë, tash ai nuk jeton më, por un kam pas shumë respekt dhe kam respekt edhe për familjen e tij, sepse ishte njëri shumë i mirë, shumë i drejtë. Është në trajnet që kam taku gjithmonë më pozitiv, gjithmonë i dashtën, gjithmonë mos mi bërtit fëmijëve një herë, por kena pas probleme edhe atëherë me terrenet, me bazë materiale, me topa, me çdo gjë. Kush ishte në atë brez tënd ndoshta që me sa mbaj mend vetëm ti u bëre futbollist profesionist? Po, te një grup kam dalë vetëm unë, por tash mrapa rrim me disa shok, më ledhen edhe kujtojmë që kena pas element shumë mirë. Që kur i kujtoj tashim, për mu mund ishin balla 3-4 vjet futbollista. Unë baj mend nga i brez, ndoshta pak muaj me vogël, nuk e di me morës tamam, por Marquez Shllaku, një emër i veçantë që nga ngelur memorje. Shumë i mirë. Doktor, sot interesohet me një profesion shkëlqyer, por ndoshta mund të ishte një futbollist. Ka qenë shumë i mirë, shumë i shpejt, shpërthys, gjujtje të mirë, i fort fizikisht, në dhëna shumë mira që po t'i kishin sot disa futbollista do i merrte ekipi parë direkt pas një pikpyetje. Por gjithkush zgjidh atë rrugën e vet, aty ka qenë shumë e vështirë atëherë. Në momentin që na rrit ne na bën 19 vjeça, në Shkodër ka pas shumë ekipe U19. Ka qenë Ardian Arra, ka pas Ferit Borshi, Ismet Hoxha, Vllaznia, që ishte formuar akademia, ishte ekipi jon, ka pas shumë ekipe U19. Por ndoshta ajo ishte merita që ajo liga amatore nxorri atë shumë futbollist ndoshta. Po, liga amatore që kena, po si u qush atë liga amatore që kena luajtur ne, por kishte një kampionat shumë të fortë, sepse çdo ekip kishte shumë lojtar të mirë. Dhe ka qenë futbolli më i, si më thënë, më i ashpër, më me dy luftime, kurse tash është zhvillu, ka teknologjia, tash luhet me zona, duhet me gjetë kohën lojës, ka shumë gjëra që kanë ndryshuar me kohën tonë. Çfarë të bënte ty ndryshe nga tjerë që bëri diferencën në fushë, sepse ti luajn pjesën e sulmit. Po tashi me numër 10. Po tashi kur rrini kujton ato gjonat që kam kaluar, besoj që ka qenë qetësia dhe karakteri mos mu dorëzu. Sepse nëse un kam luajtur një neshje keq, neshjen e dytë se kam toleru vetit me luajt prapa ashtu keq. Kam pushu, kam marrë regjim, s'kam pas probleme me shok, me trajner dhe edhe këto karaktere që shpërthejnë mas neshjeve, gjithmonë kam qenë i urtë, i but në lojë më thojnë edhe njerëzit që kam kanë ndoshta i ashpër, i luftetar, edhe kështu që i vrapojnë, luftojnë, përplasin. Ndoshta kam mojt shumë vite edhe gjendjen fizike që kam luajtur shumë vjet. Të jepte ndonjë këshill profesori, po them tek trit në atë periudhë? Jepte këshilla, ai ishte më shumë edukues, duhet mos sjell mirë me një gjuhë, me bazë stërvitje të mirë, mos me kriju probleme me arbitra, mos me kanë ofendus, sepse karakteret e qia në futboll dorëzohen dikun, ose do i largojnë grupi vet. Karakteret e qia nuk ecin në futboll, ecin 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet,
i largon koha edhe grupi. Pra me këtë mësim ece gjatë karrierës tënde si profesionist. Po, edhe kam pas mëse anër se kur kam shku në stadium i vogël që basha Stërvitje, shkoshi me pa vllaznin, stadiumi plot, të fol me vetja thu një ditë, ndoshta kam qenë në fush me këto në tifoza kështu. Edhe ishte emocioni që të ngacmote me pas Stërvitje, që një ditë ti jesh në fush me një fanel vllaznis me stadiumin plot me tifoza. Kur erdhi thirrja tek vllaznia? Thëm drejtën kam pas shumë vështirësi me hinë ekip parë. Ka qenë sezoni 2006. Ndoshta edhe ekipi parë ishte shumë i mirë. Shumë. E pretendent për kampion. Kam mend shumë emra aty, kam shku në provë sezonin e verës, u bate Stërvitja në shtëj atje te fusha. Dhe ekipi ishte shumë i mirë, presidenti ishte Walter Fusha që bate investimet mëdha me blemje, me lojtarë shtrejt. Por një ditë kam shku në provë, një javë më kanë marrë, kam tregu një gjë pozitive, po mëse ne më kanë thënë nuk mundesh me ardh te ekipi por si i vogël, i shkurt, duhet mu rrit, mu formu, muskëj e gjona. Trajneri më thotë hajde Stërvitje prap. Kush ishte trajner? Ka qenë Schulze, ka qenë një Gjerman. Gjermani. Mëse ka ardhur Mirel Ljosa, thoshin të njëjtat fjalë. Nuk mundem me të marrë në ekip, po hajde Stërvitje. Nuk mundem me të federu, po hajde Stërvitje se shohim diçka që je i shpejt, je i triblus. Gradualisht, kam ik prap mëse mas 2 muaj, prap provë edhe një herë, prap kam ik. Kam has 2-3. Shkoj tek trinjt. Po, shkoja prap Stërvitje te ekipi im, te ekipi me Menduhin. Shkoja prap Stërvitje. Dhe një moment që u djeg mosha, u bë mosha 19 vjeç. Shkova prap te ekipi parë, në ishe kontrollit, atje në shtoj prap, por kishe Telin, Dabulla, ka një brazilian, nuk e maj me emrin, një sallak, ishin shumë Delajn, Sasha Delajn, Dalipi, Lici, ndoshta. Lici, Doçi, Osja, Kaçi, ka qenë një ekip që s'mu ishe me hinë 18 që jo me lujtë formacion. Por njështu, me sjelljet e mia, më kanë një mu shumë Mirë Grima, Safetosja, Vjerë Sinani, më kanë majtë afer, dhe i kanë thënë edhe presidenti që maje, bani kontrat, sepse ka cilësit mira. Kam ba kontrat, kam nejë Stërvitje pak të ekipi parë, mëse kam shku te Ada. Kam shku te Ada 6 muaj. Te Ada besoj hapet e parë si profesionist, kategorinë e parë ishte Ada për ju, por kishte ekip që po rivalizonte për të ngjitur superiore. Ishim deri në fund vend dytë, sepse kishim disa elementa që nuk luajtën te ekipi parë shku me te Ada. Disa ju djeg moshën e për 19, në për ekipin 19 vjeçar me shku me tanë të Velipoja, se kishim edhe ofër aty. U bë ekipi shumë i mirë. Kam luajtur deri në janar aty. Kishim paraqitje të mira, mëse në janar kam shku në Korçë, në Super League. Alla ka qenë hapi më i madh i karrierës time, sepse aty fillunin golat e parë në Super League, fillunin televizorat, fillunin mediat, gazetat, edhe unë s'po kuptosha si gjë se çfarë u bë. Aty hyrë botën e futbollit të madh, pastaj shqiptar. Po, aty kina shku dejten, shtunën ishte neshja Skënderbeu Partizani në Korçë. Partizani ishte për kampion me Dinamon e me Vllaznin, kurse ne ishim Skënderbeu, ishim për mbjetesë. Edhe mas 2 ditë kam një direkt informacion, unë se di si më ka fut trajneri. Kush të besoj informacion? Po kanë Rapo. Renato Rapo kam kanë atje. Edhe ka fut informacion direkt, ka fut mes fshor djathtë, minuta e 16-17, vjen një top në zonë, mas shpinet, unë është ajo ka kanë cilësia eme që kam reagu shpejt, me shpejtësi, kam bo gol, 1-0 për një dhe, ka kanë goli por, po të festu nuk moj me nësi gjohës, se di se si është emocion, si është diçka që nuk mundesh me përshkrua, sa më ndonë me të thanë me fjallë, po është diçka që vetëm ata që e kanë provu e dinë se si. Po çon të emocionuar edhe kur e përmend. Po, është goli i parë i karrierës time që kam filluar në superiore. Po, sepse kishte shënuar edhe në kategorinë e parë me Adën. Gola shumë bukur. Po si ishte kategori e parë edhe nuk kishte media gjë. Nuk ishin ato filmimet që kishte Superliga. Kurse Korça ishte goli i parë, prap javë dytë kam shënuar në Peqin, se i maj mend. Kam shënuar edhe javën e dytë me Peqinin për 100 metra. 2 ndeshjet e para superiore, 2 gola. Alla aty fillunin mediat, mëse u kujtu edhe Vllaznia. U kujtu që kemi një djalosh në Korçë. Edhe kam marrë kontakte mëse edhe me shoktar që nga një mund. Kontratën e kishte tek Vazia? Po, nga lanë Huazim. Maj men edhe kontrata që kanë qenë 200.000 lekë, kur kena firmos 2006. Ose kam pyet për rrogë, por
kam pyetur ata shokët e ri që ishin, ka qenë Gilman Lika, Suka e këta, janë kontratë, i thoshin fillim se kam firmuar, nuk 200.000 lekë. Okej, mi s'ka. Nuk ishin mërzitur. Jo, Thjesht doje që nuk ishte plotësuar ëndra që kishte firmuar. Kishin firmuar tan, jo vetëm unë, tan me 200.000 lekë kishin filluar. Ashtu ka qenë koha atëherë. Nuk i gjykoj njerëzit aty. Absolutisht, po është shifra që është reale dhe konkrete që ka qenë në kontratën tuaj. U i ktheve tek Vazia me duket pas 6 muajsh, direkt pas aventurës Korç. Po, kam marrë sezonin atje, jam kthyer në Shkodër, kam bërë kontratë 3 më thënë. Kam bërë kontratë 3. Përmirësuar besoj. Po, se kisha firmos 3 vjet. 1 vjet e gjysmë shkuën në Huazime, 1 vjet te Oda e te Korça kështu. Më erdhën ofertë kontratë tjetër, më thënë 3 vjeçare 3. Më rritën edhe rrogën. Ma bënë në rrogën 1 milion lekë presidenti Valtieri. Edhe fillova stërvitjen aty me ekipin, fazë preditore. Luft, shjelma, se kanë fushat, kanë pak problem. Me luft, me dëshirë, kam zënë vendin informacion. Kuj duhet Jazia vendin? Kush luante në atë pozicion, në atë moment? Ka lujt Kaçi. Kena pas një Boadu që e morën nga Superliga Turke, e Blevi Vllaznia, e morri këtu, ishi lojtar shumë i mirë. Shumë i mirë. Lojtar shumë i shpejt ka qenë Boadu. Ka lujt nga njëherë, ka lujt edhe Klevis Dalipi në krah, ishte shumë problem me zënë vendin edhe. Jo me zënë vendin, po atje ishte 18 që kur shkënjite 18 që u gëzote prej trive. Edhe më dash me luftu, me duru, me dhënë maksimumin, pa fjalë, sepse duke u sjell mirë në fush, thash nga një mu nuk i harroj kurrë, Sinani, Grima, Osja, Doçi, Kaçi, tanë Shkodran nga një mu. Tanë pa presh, Dabulla, Bejzade, Dalipi, unë jam kanë prezent kur i kanë thënë presidenti që merre maje, edhe duhet me kanë mirë njohës. Pa tjetër duhet të jesh mirë njohës, por me të vërtet po më çudit, më thojza, sepse të rinjt zakonisht kanë pasur të vështirë të integrohen si shkak ndoshta edhe i xhelozisë të atyre veteranëve që kanë gjetur në ekipar. Në fakt, është pak janë xhelozi në futboll sepse po shef si dikush po i zën vendin, a din edhe po vjen një djalë i ri që ndoshta energjia edhe dëshira me punu edhe me dhënë maksimumin ngacmohen, është e vërtet, por sjellja, komunikimi ka të bëjë shumë me njerëzit. Nëse ti komunikon mirë me dikën, doshje pa doshje që qenia njerëzore kthehet, atin edhe kanë folë shumë mirë për mua gjithmonë. Kush ishte trajneri kur erdhe tek ekipi i parë? Agim Cane kena pas atë vit mëse ka ardhur Agim Cane. Ishte pak i ashpër, por njëri shumë i drejtë, shumë i drejtë. Për atë kohë unë isha shumë i ri dhe nuk i dërosha këta bërtitna kritikat e rëna, ata është më futbollistike, po marrim gjithmonë vetëm anti-futboll, por nuk isha mësu. Edhe i tham, ka qenë Grima kapiten atje me Sina, i tham, du më thon diçka, i tham, ha, më thënë mu çak, por zoti i tham thuj profesori që nuk motivohem me mbërtit. Mos mbërtit, më thuj që të më thon, më thuj tamam. Më thuj në mënyrë tjetër, sepse nuk motivohem, e kisha karakter këtë. Edhe u duket sikur ti printe këmbët ndoshta. Po, edhe mu duksha sikur po mbërtet veç mua ndoshta ka hall me xherr, ndoshta ka edhe mendimet e trive. Vinte presion vetvete. Po mos ai me profesor, po jo mos kam gjë, e kam vetë kështu natyrë, thotë u du ty se të fos në lojë, të fos formacion si pas me dash nuk fos formacion. Mos e fillova të mësu. Atë sezon mbaj mend një gol të ndin, mos gaboj. Kundërshtarim korrigjon nëse gaboj. Një gol alla Del Piero me të brendshme në hyrje zonës këtu në Lorboj që ka qenë besoj kundër Shkumbinit. Ja, ka qenë Partizani. Kundër Partizanit? Partizani, po. Ai gol e dërgoi ekipin vend parë. Po, ishim vend dytë. Ka qenë java e 6 ose e 7. Ishim afër me Partizanin. Ne ishim 1 pikë mbrapa, 2 pikë mbrapa. Fitu me minutë 87, 88. Ka qenë fundi i ndeshjes. E kam telefon, e kam trujtën, e kam marrë në YouTube, e kam rrit. Ka qenë minutat e fundit edhe kam hek fanelen. Ton stoli. Ka qenë një terren i goxhajë nduar. Po llaç, shi. E mbaja mend golin për kundërshtarin se kujtoja. Jo, me Partizanin po bashkë nxjemje te Korni aty më sportet, ka qenë Armando Cumu zëvën stranjer. Edhe mas neshjes tu fol me profesorin me Armandon, i ka kishte kërkuar Armando Cumu 2-3 që fute, po jo se është i vogël, është fusha llaç. I thotë profesori, Agim Cane, prit edhe pak minuta se si është fusha, po fute se është i shpejtë, fute. Kishin marrë vendimin në fut në lojë. 5 minuta më vonë mos e kam bërë golin e dolën në vend parë. Ai ka qenë goli i parë me Vllaznin? Goli i parë, po i rëndësishëm, që ishte shumë i rëndësishëm. Mos e kam filluar me gol atje. Po atë sezon. Po goli i parë ka kemi me Vllaznin. Atë sezon me të vërtetë shpërtheve dhe bëre emër për të vazhduar më pas karrierën e gjatë
16 vjeçare superiore, por ishte një sezon aq i bukur për ty, por ndoshta edhe zhgënjës në fund apo jo. Po, prapë kujtohet neshi. Kena marrë në vendin e parë tan vitin. Gjithë sezonin. Tan vitin prej një javë 6, një javë 7 që dolën në vendin e parë, deri në javë parafundit. Në javë parafundit me Lushnjë në Shkodër, ishim 2 pikë para Tiranës, erdhi Tirana afër Tirana. Ne do të me fitu me Lushnjën që të shkoshim me lujt për një barazim në Tiranë, që delshim kampion. Po për fatin tonë të keq, ndoshta edhe tash e kujtoj që u ndrru trajneri, erdhi Dervish Haxhi Osmanović. U ndru në fazën e dytë, tretë trajneri për shkak të humbjes me Teutën 4-0 alla tërheqin profesori Jakim Cana, iku erdhi Dervish Haxhi Osmanović. Ne ishim me Lushnjën, bani 3 rrime për me rujt lojtarë se mas 3 ditë kishim neshim me Tiranën. Isha jashtë unë, Suadlici ishte një lojtar i huaj, u fut në pjesë dytë, por gjithsesi nuk mujt me kthy lojën, marrë nesha 1-1. Por sa e ta Kajsuken i tham, ti më kujtohesh gjithmonë vetëm për ata rastet me Lushnjën. 2-3 herë tek me portier, një herë për portier, një herë jashtë, tani i shumë i pafat. Shumë i pafat. Që Lushtej nga ana saj ishte rënë në kategori. Nuk i do të asgjë. Thjesht erdhi për respektuar kampionatin. Po luajti futboll e mori barazimin, ne na iku kampionati. Peng, ndoshta shumë se të luftosh tan vitin edhe të jepsh maksimumin për plasesh, djersitesh, sakrifica, dëmtime, thymbje, shpatullash e gjonesh, edhe ti në fund kampionati është zgënjim. Sepse ekipi me të vërtet ishte shumë cilësor, ishte ti, Boadu, mos gaboj, edhe Sukaj me Sinanin pjesë Sukaj. Po. Iku Sukaj në Turqi, u kthy mas 6 muaj. Në janar. Me atë 4-4-2-shin e famshëm të këtë kohës. Po, kishim edhe Paulin Dhëmbin në atë vit, që lutem mas Sulmusit, nganjëherë leshim stol, nganjëherë fuqim me 2 mesfushorë të qendrës, në shoshim shumë mirë gjatë lojës. Por më dasht me vrapu sa për 2 lojtarë në vitin e parë. Do dasht me vrapu sa për 2 lojtarë për arsye se të kërkoshin lojtarët me një mund detyra mbrojtëse, por unë kisha qejf me ikë edhe në sulm, edhe më dasht me bë vrapim 2 fisht, nëse një lojtar sot bën 7000 metër ose 8000, po marr një shembull, më dasht me bë 12 atëherë më dasht me lujt informacionin. Po sepse ekipi ta kërkonte, ta impononte ndoshta si shkak i nivelit lartë që kishte. Po ishin lojtarë me eksperiencë, Suadlici që lutë mbrojtësi majt, kërkote marr me drejt, marr më u kthy në mbrojtje sepse je më së shpër, por nuk je gjithmonë sulmues. Tash i kuptoj që ka fol tamam, aty por në atë kohë thoshan po ti kun sulmi herë, shoh çfarë bëhet po. Jo, hajde këtu herë mos e pjesën para shife vet. Edhe më dash me vrapu para mbrapa. Kush ishte ai futbollist ndoshta që i eksperiencës tëm që ishte më këshillues ndaj tejve? Për sot dhe më thënë drejtën, Grima ka kanë shumë i komunikueshëm me trit. Grima ka kanë, edhe për mu, por e kanë pale me trit tjerë. Sinani po ashtu, Osja po ashtu. Baza shkodrave. Po, ishin edhe më të vjetrit, ishin kapiten me radhë, ishin me radhë kapitena. Dhe këta kanë ndihmuar shumë tri. Unë jam mirënjohës dhe i falenderoj sepse nëse ata po marr një shembull, kishin fol keq, ose kishin thënë mos e merr ndoshta karriera të merr për smrapshtë për keq. Paraqitjet e tua bën për vete shumë tifozët. Deri vonë ka qenë stadium, nuk e di pse e kanë hequr tani, ishte ajo pankarta Shtubina barazi me Messi. Sa kanë qenë shok me mua me atë shkrim. Po dikush më thotë mu ti ke pagu lek, ke hullon lek në shokut në gjë me shkruar se s'ka mundsi. Por në fakt nuk e di kush e ka shkruar mrapa, kanë thënë ndonjëherë që i kanë bë shok të tifoz, grupe tifozave. Po për mua ishte vlerësim atin, po ishte edhe diçka e rëndë se militar shqiptar, po ishte shumë e sikletshme për mua si person. Po jo, nga që kisha ato triblimet tjetër, shpërthimet ka Messi po shkëlqente. Messi po shkëlqente në botë dhe Kuçeblu Barcelona, Kuçeblu Vllaznia. Kur zonë kam kthy me humor. Shtubina barabart Messi fursi thoshën, jo Messi. Modest si gjithmonë, çimi, modest si gjithmonë. Ekipi eci mirë ato vite i Vllazis me të vërtet, shkuam në një finale kupe me Besën e Kavajës, ndoshta shkak i fatit e humbëm atë finale. Gjena mas një vitit është humb finale. Sezonin pasardhës. Ishte trajner Martini që është Martini, po ka bë gol Bekimi bala. Unë kam luajtur me Shërmajt, Bekimi ka luajtur sulmues.
deri në avantazh deri në fund, edhe në barazunën shkoi loja në shtesë, prapë mëse në shtesë kena hallur një gol edhe na mujtën 2-1. Sinanin e kishim kundërshtar. Sinani ishte me besën atë sezon. Po që kishte ndoshta ndeshën me dobët karrierën e tij Sinani. Futbolli kështu është, tani. Ajtë ndeshje. Por ishte edhe Kavaja ka pas shumë ekip mirë, por ne kishim dorë deri në fund, por fati mos kishim lojtarë të ri, mos eksperiencë ndoshta. Kishte shumë lojtarë të ri me të vërtetë vazhdia atë ndeshje. Isha unë kon nuk më moj mend Ancini kam duket që ishte në stol, u afruan disa lojtarë. Semina mos gaboj ishin shumë të ri. Lojtarë të ri edhe mos eksperjenca ndoshta na shkoi. Vjen keq që nuk fitove trofe me Vllaznin. Po të ndajten diçka dosh sepse kam kanë shumë ofër. Shumë ofër, edhe me flamurtarin luftume për titull kam bën deri në fund, nuk e fitume. Edhe janë disa gjëra që të mesin peng karrierë, por diçka desha me thonën që në çdo stadium që kam shku me lut futboll, si kundërshtar, si me ekipe tjera, nuk kam marrë asnjë çame asnjëherë, edhe për mua është vlerësim. Mos merrsh një çame në ton stadiumet e Shqipërisë, është diçka e rrallë, sepse kjo është respekt për tifozat kundërshtar. Për tifozat tuj, për ekipet që ki luj ti, nuk kam majti nade me njerëz. Edhe për mua është pozitive, se në çdo stadium që shkoj, edhe tërë si shkoj, si kam shku si drejtues me akademine, ose me Vllaznin, si isha zemestranjer, me Ignatjen, jam i vetmi person që nuk marr çame stadium, si në stadiume shqiptare është shumë e vështirë mos më shokur. Po nga sjellja jote, nga profesionalizmi yt dhe unë nuk mbaj mend ndonjë sken tënd me arbitrat apo me lojtarët kundërshtar. Jo, asnjëherë. Pavarësisht nevojave të lojës, ja, gjana loje, deri te limiti i lojës, deri te limiti. Atë sa lejon rregulloria. Pavarësisht edhe kur ishe kapiten, nuk e kaloje kur limitin. Jo, asnjëherë. Tash bëjmë seminare në federat, takoj arbitra që më kanë arbitru, edhe më japin dorën, shembull thonë për lojtar, se ne e kena pas shumë të lehtë me arbitru me ty në fushë, se protest jo, ofendus jo. Ndërhyjet gabura jo? Jo, din merr në rregull, çdo gjë ka kanë fair play, edhe ndoshta më kanë toleruar për një karton verdh vetëm nga sjellja, nga gjanat. Mundohesh këtë sjellje t'ja transmetosh trinjve sot tek Vllaznia, tek akademia. Shumë për ditë flas me fëmijët. Tu menu që më shpjegoj gjanat e mira që kanë bënë dhe më ka ecë për mirë mu, gabimet e vogla që kanë bënë ato mos më bë. Për ditë flas me ta. Janë fëmijë, din një gjojnë, një javë, 2 javë, një muj, prap kthehen te ato defektet ato. Po ajo është puna juaj që të punoni çdo ditë me ta. Po, unë nuk kam qejf me punu me fëmijë. Është diçka e mirë, po thash janë kushtet, si nuk ta plotësojnë atë dëshirën e madhe edhe atë ëndrrën që me punu për qejf me bazë të viti për smoret. Me Vllaznin, gjatë atyre viteve, pa kaluar tek pjesa e hidhur e viteve pasardhëse, luajte shpesh në Kupat e Europës, madje shënove. Ai gol me Sligo Roversin besoj që është ende në memorien tënde. Po, është diçka pozitive, nuk harrohet, sepse kalu me turnin edhe është emocion i veçantë. Vrapove deri tek tribuna atje për festuar. Po, atë një përplasje me reklamin. Nga emocionet, nga emocionet. Po, shku te njerëzit e mi që kam pas atje, hoqen, mamin e vëllezrin e thanë aty te masportet. Të shku me përshnet urdzova edhe rashtë reklami, po njerëzit mendonin që u vrava kështu, po kam zënë pak kamin keq. Po kam vazhdu lojën e s'kam pas probleme, vetëm thjesht ishte momentale. Po jo përballja me Napolin, me Trabzonspor, besoj ato ngelin memori. Po, edhe me Napolin në Shkodër. Me Rapidin ishe? Ja, me Rapidin, ja. Me Rapidin, ja. Me Rapidin kam kënë, po s'kam lujt. S'kam lujt sepse pata një dëmtim. Këtë doja të thoya që nuk ke qenë fush. Ja, s'kam kënë fush. Me Napolin ishte stadiumi full në Shkodër, kishte lezet me pa neshin. Tu plotësua jo ndra fëmijës që tash je futboll stadiumin plot. Po, në Napolin jashtë atje një stadium që ishte stadiumi në më të zjarrit në Europë. Ishte nëse kishin prekat realitetin e tyre, është diçka që nuk harrohen. Kë kishe kundërshtarën e të ndeshje me Napolin? Maggio, Pia, Denis, kanë ngjen ekipe lojtar shumë Maggio që ishte më pas me Italinë në kampion e Europës. Jo, po them që ishte kundërshtar i direkt ishte Maggio në krahun e djathtë mbrojtjes, ti ishe në krahun e Majtësunit Vllaznis. Janë emocione që harrohen. Kena kalu turnin me Sligon, kena kalu një turn me Koprin në Sloveni, kena kalu shumë turne me kohën që ishte Valteri president. Me shumë që kishim Gjavahirin, Sinanin e këta. Ekipi mirë, ishte ekip shumë stadiumi full me në Shkodër, ka kanë gjithmonë plot, gjithmonë.
edhe tesh më bën përshtypje si ka mundësi. Thash edhe është që janë largu njerëzit. Por ndoshta edhe transmetimi televiziv Po, ndikon edhe që kjo. gjitha ndeshjet janë live, ndikon. I shohin televizor. I shohin nëpër shtëpia, nëpër lokale njerëzit dhe përtojnë thojnë za të shkojnë stadium. Është atë çështje ekonomie. Dashi duhet me kanë realist çështje. Mendojnë se ndoshta sa më kompetent, po sa blen thot biletën, por nuk është emocion si në stadium, si në televizor, si në shtëpi. Nuk është emocion. Sepse ndryshe është stadium, ndryshe është në televizor. Po në stadium përfshin shumë emocione, Po, pastaj kapin emocione. mund shash pastaj. Kapin emocione dhe është. Me të vërtetë ai 5 vjeçari, 6 vjeçari pa shumë i mirë i yti dhe i ekipit tek Vllaznia, fatkeqësisht pa trofe, por më pas erdhën problemet shtëpina tek ekipi i Vllaznisë kur u largua presidenti Fushaj dhe skuadra kaloi tek bashkia, por në thojza si jetime. Vitet vështira besoj. Shumë vështira dhe është një dëm i madh. Dhe me të vërtetë duhet t'ju komplimentoj ndoshta ty, Gilman Likën apo dikë tjetër që pavarësisht shumë ofertave nuk u larguan nga Vllaznia në momentin kur ajo ishte shumë nevojë për këta futbollist, për figura si ju, sepse unë e di shumë mirë që kishte 2 oferta shumë të mira nga Tirana dhe Partizani. Po, disha me prek këtë temën pak se ndoshta tifozat nuk e din. Edhe tash duhet me tregu të vërtetën se si ka kënë. Kur jam largut për me ikte flamërtari, nuk jam largu me dëshirën time. Edhe pse ishte Valteri president, ishin drejtuesa që merrshin me organizimin e klubit, ishte çështje lekësh. Unë nuk po kërkoja një kontratë sa Sinani, sa po marr shembull Sinani, po një kontratë që e meritosha atko. Shifrat vogla, ja po kështu ja po nuk dona me i bë, ja po ty sta po të merr kush se janë shumë lekë kështu, janë shumë lekë ashtu. Për shumë pak lekë më kanë lënë me ik. Kjo është e vërtetë, se nuk po të s'kam qa ruje qa mshej. Për shumë pak diferenca të vogël që i meritoshan atë kohë. Që dikush tjetër ndoshta merrte 2 fishin tem, ishte në stol. Unë po kërkosha diçka mesme, që edhe informacione dhe djali i ri e Shkodranë edhe nuk u realizua dhe me jo po sot je po javë mos javë edhe kam ikë në Suedi, në prof siç ishte atë, kam ikë në Suedi, prin Suedi më ka marrë në telefon Shpëtim Gjika. Kryetari i bashkisë, presidenti flamërtar. Po, Shpëtim Gjika, një person shumë i mirë, shumë pozitiv, shumë i dashur me sportistat. Edhe për 5 minuta është mbyll në telefon. Unë Suedi se ku kishte gjetur numrin. Ja tregove shifrën që doje dhe ai ishte dakord. Po, ai dakord me këtë shifër, presidenti tha, "Jena dakord me këtë shifrë, me këtë gjëna, për biletën thotë edhe hajde." E jam nisë në nesër prej Suedit, se Suedi mund të rish atje, po ishin taksat e mëdha. Taksat e mëdha nuk kishe levertimin atje. Kam ikë në Vlorë me kontratë shumë të mirë, edhe kam bërë një sezon ndoshta të mesëm. Me kanë realist, se tash mund të them unë gjithçka, po nuk është e vërtetë, duhet me kanë realist. Mesëm, sezon të mesëm. Vërtet, sepse edhe Vlora e nisi mirë kampionatin atë sezon, por pastaj pati deficit e rrugës. Po nisi mirë deri në janar shkurt, pretendent për kampion. Unë shu trajneri, me pak mrapa, vetëm kur ndryshua trajneri aty filluan ndoshta problemet tua personale edhe të disa lojtarëve. Po, erdhi trajner nga Tirana, erdhi një trajner që a nuk i do të Shkodrant, a nuk do të mua, nuk e grisha me kuptu, por i largoj disa lojtarë. Po shka që trajner? Çim Muça. Nuk e kuptoj, e kam pyet bile edhe Vjorin edhe Suadin që kanë luajtur. Që kanë luajtur me te tek Tirana. Kina pas njëjtin problem thot me te. Kanë pas njëjtin problem, konflikte lojë, nuk e kuptoj pse. Zgjedhjet i okay, ka i ka bun, po i largoj spostoj disa lojtarë, pruni disa lojtarë të vet të huaj që i kishte zgjidhur me menaxherin e vet. E ndryshoi komplet flamërtarin. 5-6 vet direkt për informacionit, po prap nuk dolën me kampion, dolën vetëm në Europë, Allah vet. Pastaj prekun pak temën e erdhën në Shkodër, kam kthyer kohët mësonit të bashkisë. Edhe këtu ka kanë shumë problem për ne, edhe shumë herë ndoshta mund të kam gabuar unë pak çështjen e pagesave, por jam kënë presion, isha kapiten. Jam kënë pak në presion të ekipit shokëve se futbollistëve kërkoshin që unë dal me fol ose unë dal të kërkoj diçka për klubin edhe jam detyruar me fol. Ndoshta edhe pa dëshirën time. Thjesht për me mbrojt shokët e grupit. Për të respektuar edhe rolin tënd si kapiten. Po. Kam shkuar në bashki shumë herë vetëm, ma dash me dal në media shumë herë, edhe pse s'kisha qef. Them burrash nuk kisha qef se shkoshim ditën e neshës me probleme, tifozat vinë me pa neshës, nuk i intereson aty, na ki marr leka, japin as japin.
dojnë me pa futboll. Edhe pse e din realitetin, tani e din, nuk ik gjë, Nuk humbet gjë, gjithçka merret vesh. Gjithçka del po. Gjithçka merret. Edhe kam kanë shumë vështirësi. Por prap un kam pas kampionate të mira, edhe në kohë të bashkisë. Ana personale. Kam pas shumë kampionate të mira. Ka ardhur Armando Cumu, kam luajt mbrojtësi djathtë, mbrojtësi majt, me sushor sulmues. Doja dilja aty por po del vet. Po del vet lojtar universal loje ku të kërkonte skuadra. Po, kishim djemtri. Nga eksperjenca me pas apo Jo, po jo është tash natyra e lojtarit, karakteristikat. se çije me numër 10, mbrojtës djathtë. Po, ishte bënte vakinë. Ishte e çuditshme. Po më thotë profesori që s'kam mbrojtës djathtë këtë javë, dëmtu Gurishta, u dëmtu nuk e di kush e ka. Gocaj. Po, u dëmtu. A mundesh të me lut më të shoh që ke mundësi me po më profesor. A e din ti ç'e bën? Po okay, çka kanë të dy është kam detyra të mbrojtëse, po të mos ndel para hiç. Qose ti ma mon sulmuesin i napdorën thotë në rregull. Un kam ime qëllimin që me bë detyrat 100%. Edhe më ka jetë shumë mirë. Atë sezon që Vllaznia rrezikoi të binte, shënoi edhe 6 gola, ishte 7 gola. 7 gola, ishte gola shënuesi më i mirë i ekipit. Po. Dhe një ndër më të mirë në kampionat, sepse nuk është se i kishte edhe shumë gola, Jo, ishin afër. Përveç Peropeq që ishte ishin shkëputur disi, tjerët ishin aty. Po si e mban mend atë ndeshjet fundit atij edicion me Tiranën këtu, tensioni i madh. Un s'kam luajtur atë ndeshje. E di. S'kam luajtur atë ndeshje, edhe kam me shumë marak për më shpjegu tifozave, dim pse. Neshi me Teutën të parafunit në Durrës, prapë mbrojtësi majtën. Dhe kam pas një lojtar, kishin qyrben ata, një lojtar shumë i shpejt. Ai luajte djathtë, asun mbrojtësi majt. Edhe u dote me bënë ndërhyrje deri diku të ashpër me trem ose me analu vrullin. Por mora 2 kartona të verdh. Jam lut arbitrit me gjithçka mos ma jep se kam neshin me ty. Mor ta fitojnë Teuta, i thoshë neshin s'ka gjë. Mos më ngjerr jashtë. Por do të me dhoni shtys Teuta se Teuta fitoi atë neshje dhe pështej. Mbijetoj matematikisht. Pështej javën e fundit nuk i do të gjë, por ndëmtova vetin edhe ekipin se nuk luajta neshje me Tiranën edhe ças kam një gjuhë, e kam marrë vetë se s'do me lujte, ka frikë me lujt me Tiranën, por s'është e vërtet. Veç frikë si s'kam pas kur. S'kam pas frikë kur me lujt futboll. Por më qelloj mu. Dhe sidomos me Tiranën, sepse Tirana si ke shënuar vazhdimisht. Shumë gola, po. Kam pas neshjet më të mira me Tiranën gjithmonë. Por më nolli edhe u mërzita shumë, s'kam fjet 2 javë, 3 javë. Me ekipin që ndeshjen e fundit ishte thuajse ekip U21. Po, tan lojtar 3. Ishte Çinari, Antonio Marco, Kalaja, ishin shumë, se mos harroj në një. Gurishta, ishin tan lojtar. Pjeshka, gjithë tan. Selima në port. Me vjetrin thojza Selima ishte. Po, ishin tan djemtri edhe bravi qof, luftun, Krymi, po. Tan luftun, e u bën një problem atë nesër. Bakaj, Vrapi, Bici nuk luajten këtej. Lika, dikush tjetër duke s'luajten te ne ka krau Tiranë, u bë pak rrumuj punë po. Unë s'jam dakord. Pse? S'jam dakord me. Pse? Nuk jam dakord sepse u bë me qëllim, a din, s'luajti ky tash asnjë spolas për ç'a, spolet. Vllaznia ka dhënë, po do më përmend shifra, ka dhënë 5 milion lekë të muaj ty prej se fillim sezoni, vjen në shafuni, s'do më luajt, nuk është normale. Për mua. Do bin kush bin, është futboll. Nuk mundesh me thonë s'do më luaj se jam i dashuruar me vllaznin. Shumë mirë dashuroj vllaznin edhe Tiranën këtë dush ti, por si tash më shkutesh Ronaldo te Barcelona me luajt, më thon neshe me Ronin s'do më luajt se i kam atë ndaj ata ngjyra i dushëm. Nuk noll kon. Edhe nuk jam dakord. Po ndoshta Gilmanit i justifikohej pak si Shkodran. E di në krahun tjetër. Gilmani po e morri vesh se u bë këtej me këta të tjerë, thallë Gilmani mos e normal që i thas do më luajt, se shkon s'mundem me përballuat neshje. Është burrnore më thon, ndoshta se përballoj nga ana emocioneve ose po di çon. Por Bakaj e di që është trem. Është trem sepse njëna nga këtyja do bëhet namin stadium do. Është trem edhe s'ka lujtas Bakaj as neshi. Pra Bakaj një lojtar që duke aq i qet, aq i ftohtë, nuk e përballon depresionin. Jo, të mburrash, më ka shpreh edhe mua personalisht. I duhet të dy ekipet thasë kam luajtur me Tiranën, te Vllaznia jam tash kam luajtur mirë, kam bë gola, po këtë neshje s'po mundem me përballu, aty kishte frikë. Kishte frikë. Kjo është ajo që thua ti, duhet jesh profesionist deri në fund. Po, por unë jam sem dakord me zgjedhje. Mu si person më pyet prap sem dakord.
Vllaznia ra në fakt një vit më pas, fatkeqësisht. Po shpresojmë që ato vitet mos i kthehen më dhe me të vërtetë ekipi këto sezonet e fundit po ecën me ritme shumë të mira, shumë pozitive, jemi afruar titullit kampion. Shpresojmë që ky të jetë sezoni i duhur. Inshallah, u banin shumë vite që pa afruar atë titulli kampion. Qysh në 2020-21 nuk e 5 vjeta gjashtë. Sezoni 6 rradhës. Po, 2 herë Final Four në neshit fundit, një herë e kena hub me 12 pikë para. Tash inshallah këtë vit duhet me e marr, adin se u bën shumë kohë. Edhe ekipi është shumë i mirë për me meritojnë me e marr. Kanë udhëheq kampionatin shumë kohë. Nga java parë vetëm të javë e humbën para pak kohësh. Është gjëna. Shpresojmë që të jetë vllaznia fituese dhe me datë 31 maj të flasim ndryshe gjithë këtu në Shkodër. Nga vllaznia, por edhe me eksperjenca të Skënderbeu fillimisht si djalosh i ri, por Kuksi, Laçi dhe në fund me Egnatjan. Ti marrim me te Kuksi një periudhë e shkurtër 6 mujore. Po, marrë kampionati që pështume me Tiranën. Ekipi u shpërba, po u hi një diçka e keqe në ekip. U pushime gjata, kush nuk po leviste, s'po bleshin lojtar, bashkia vënote me pagesat, jo sot meratohet fondi, jo po s'kena lek me ble. Takoj drejtuesat, i tham ishte Armando Cungu prap trajner. Edhe ai u dërhoq pas pak. Po, filloi sezoni, Milone kam pas kontakte atë me te, i tham profesor, unë du me në Shkodër, po du kontrat 2 vjet. Se nuk du kontrat 1 vjet, prit i vjet, unë shpitu me në. A jam për kontrat, po tha profesor ti, i në rregull, tha 2 vjet, që mos tresh të kërku kontrat. Çdo vit. Po, i tham aty në drejtuesave du 2 vjet, jo thon 1 vjet. Por i tham pse? Nuk po kërkoj lek që janë pa përballueshme ose një lek që po i merr një lojtar i huaj. Jo, po do na më bëna 2 vjet. Po pse më jam kapiten, kam lujt, kam bë gola, pështu me ekipin, du me ndaj 2 vjet, në kapiten këtu mos më bë 2, jo 1 vjet. Pastaj filloi ai dalli jam i marrës që unë 2 ata 1, s'ra me dakord. I tham profesorit, du me ikë, i tham se ata s'nigjojnë mu ashtu. Kam ikë në Kuks. Edhe më thoshin s'ke ku shkon. Kam ku shkoj, po a do na më rregullu, a do na më firmoz, jo po sot vin kjo, jo po le. Pra drejtuesit e kohës ishin sigurt se nuk do ikë. Po, këto mendoshin që nuk kemë shku, se s'ka me të marrë kush aty edhe. Por kam pas kontakte me Kuksin direkt. Ka thënë Elton Marini. Energji, më ka marrë në telefon. Ka një situatën me gazeta me gjana në Shkodër. Po i tham nuk jam rregullu, i tha Shkodër, mund të lëvizi, atë më shkon Kuks. Po himbi trajner te Kuksi. Ka kanë Milinković. Ishte serbi, Milinković. Edhe u rregulluam me mirë, pozitivisht te Kuksi, titullar, paraqitje të mira, por po, alla diçka u thye pastaj. Prapë ishte ky problemi i presionit i zhurmave, i bërtinave, ishte presidenti Gjisi shumë i ashpër aty. Ishte pozitive, korrekt me pagesa, çdo gjë, po kishte atë emocionin e vet që ishte shumë i rënd. Prapë ai karakteri im nuk ekspresiv shumë. Po, shumë i ashtu edhe bëlet njëjti probleme kishte edhe trajneri Milinković, nuk mundëm tha me punu kështu. Nuk punohet tha kështu edhe u largu edhe ai. Ai ku nuk e di u largu diku në Serbi, unë shkova në Laç. Shkova në Laç edhe aty kam pas 2 sezone, gjysmë sezone dhe sezone shumë mirë. Thoj za një rini e dytë për Shtëbinën. Po aty kam filluar edhe prej zeros. Prej zeros edhe. Edhe aty luaje ku kishte nevojë ekipi. Sulmues qendrën, e ka mbrojtës i gjatë i majt me shoqër qendre. E kisha një gjuhë edhe për president, unë kam respekt për të tonë, po du me tregu të vërtetë që njerëzit nuk i din. Unë jam i vetmi person që presidentat s'kan me të kur bërç, edhe pse s'kam firmuar kontrata me ta. S'kam ndaj me bën, je po du letër, je po president, ai na dakord, po, nëse do me Milan mirë, nëse Milan s'minë pas me letra, s'po letra. Por s'kan me të bërç asnjëherë. Me të mirën teme, me të sjelljen teme i kam përfituar vet. E veçantë kjo që po dëgjoj, se gjithë futbollistët tonë na kanë ngelur borxh. Jo, i kam marr, aty me të mirat e mia sjellje me komunikim. Ka të bëjnë sjell, thash, komunikimi është shumë i rëndësishëm me presidenta, me njerëz, me sportistë. Edhe më ofrohen Laçi me shku me ekipin e Laçit. Takoj presidentin, edhe siç po ta them ty, ja kam thënë atij personalisht. President, nëse rregullohen në bashk, do ma jepsh fjallën si nuk më bërtet, nuk më fletë se nuk motivohem. Qose unë las keq, si jam për ekipin tanë, me më lanë dorën edhe iku vetë. Seriozisht e kam edhe, nuk motivohem edhe, e kam karakter vetë, nuk du me më bërtit. Okej, më la dorën, do të flasta, do të shab vetë. 2 sezonet i kam më të mija në Laç. Super ka respekt shumë presidenti edhe
Bile shumë herë kur takohen në rroken e puthin e bashk, sepse ka të bëjnë sjellje shumë futboll. Kam parasysh me Laçin një foto tënde shumë veçantë, ai ishte djaloshi i atëherë, në një duel fizik me Erling Haaland, sot sulmuesi më mirë në botë i Manchester City, 200 milionë euro vlerë kartoni. Po Dallonte që në atë momente, ai ishte me Molden, ti luaj tek Laçi. Laçi, Eliminuat, mos gaboj. Ja, Molden ja kishim kalu një skuadër Shqipriote, në turn 2 na eliminuan në ata të Moldes. Është një diçka e rrallë që e man mentan jetë, atin se një lojtar botnor ta kesh kundërshtar në fushë është nuk vjen shumë herë në jetë. Nuk vjen shumë. Edhe prap do më tregu një histori me këtë çështjen që kam luajtur te Laçi. Sezonin e 6 muajt e parë kam luajtur mirë, kam bërë gola, hime në Europë, kalu me turn edhe aty erdhi Besnik Pranga. Si unë e kam shumë shoksa të flas shumë me te, po do më tregu një histori që më ka ndodhur me te. Vjet ditën e parë stërvitje, rrestora nuk njifte, si ke emrin, i tham filani, okay, s'ka problem. Si ke emrin? Nuk njihte. Jo, nuk emrin e ditë, po si figurë, kush i di, po tash e di kush je, po nuk e lidh tek kështu. Okej, pyeti donë se kishte një kampionatin shqiptar. Po, sepse gjithë aktivitetin Kroaci. Kroaci, po, unë tha jam trajner që kam punu me 3, tha i du 3. Ju të vjetrit, tha, bani derman vedit, tha se, nuk po jo hakun, tha, por nuk kam planet e mia, adën ishim unë Sevgjini, ishim ja 2 vet, 32-33 vjeça. Mi mund për zërtetin, vazhdojmë stërvitin, 1 javë, 2 javë, takoj presidentin, i tham president, i tham është situata, ti thët keme nej stërviti, se ta kam dhënë fjallin, dhe nuk ka shanse se të me këthy fjallin, ma keme nej edhe vitin tjetër këtu, por ti ban stërviti, mos më nga 3 metra një, po s'ka shanse më nga 3 metra një, mos se kam karakter. Vazhdojmë stërvitin një javë, unë vrapim e tleta, so bate një më që parë, një më që dytë, unë jashtë, vrapim tlet, java dytë, prope njëjta gjë, javën e tretë u dëmtu njeni, u dëmtu i dyti, hina një më që dytë. Erdhi Europa, të bë fazë partitore, dëmtu fangaj, u dëmtu një djalë tjetër, s'kishte ke me fut ma informacion për me lujt në Europë. Edhe meti i mërë që djallë të bosh. A letë mërë që djallë, profesori Pranga, po më profesor las, deri nga tako ishte që të bëha vrapime të leta, po i thash las, okej, tha, po të fos për eksperjenca dhe kam besim të ti. Kam lujt mërë që djallë, edhe qysha dit, edhe deri tash, alo flasim telefon bashkë edhe, është respekti që... Ja fitove informacioni. Po, gjithmonë. Ku hapte vend bash, qimja i gati po, në sfëshorë, sëllmus, edhe pranaj këta 3 duhet me një gjuhë dhe më përshtat në çdo pozicion, se trajneri nuk të fut kot. Ai e shef diçka që ti mundesh me e bë, mos tu i s'du me e bë. Profesora, mundu me e bë, e din ti që mundu me e bë, çka kam me bë? Kët. Futu, luj edhe bane, se është mirë, lojtarët është pozitive. Është mirë të marrësh minuta, më mirë të marrësh minuta në një pozicion që s'është yti se të qëndrosh të stolbes. Po, unë për shemb po të kisha kënë karakter që kisha ngatruar me trajnerin me shok, kisha bë fjalë me te, as kisha luajt në Europë, as kisha luajt me Haalandin, isha largu kret, kush e di ku kisha shku. Unë qetë stërvitje fort fazë peritore 2 herë në ditë, edhe kam thënë vendin me djerse, me gjakë si thonë. Për ta mbyllur tek Egnatia në fund 2 sezone edhe aty, ekipi u gjitë Super League, dhe që nga i moment është një nga ekipet protagoniste Super League, po ashtu aty ishe edhe drejtues i klubit për disa kohë, po ashtu edhe i akademisë. Mendoje në momentin kur shkove tek Egnatia që, sepse ti shkove me stofin e një lojtari të madh të superiores, një lojtar me shumë emër, Egnatia po ngrihej dal nga dal, mendoje që Egnatia mund t'i kapte këto nivele që është aktualisht? Ishte e vështirë në fakt. Kur erdha në Shkodër prap, mos i ktheva për Laçi, luajta edhe një sezon këtu, edhe e mbyll me këtu se erdhi presidenti Albani, siç është tash Ermen Xhaferi, u bë lista, nuk isha në listën e klubit, është gjë normale, din se gjithkusht trajneri ka preferencat e veta. Po, ishte moshë e madhe, nuk i duhet me fillu projekt të ri, okay, dakord, i na do si njerëz, din. Po kontakt, din, po nuk më kanë marrë në telefon edhe kam ikë bundem. Kanë marrë në telefon profesori Gugash Magani, i kishte shkuar në Rogozhin. Më thët mu, do në me hapë se një projekt të rritë dhe kësho. Po takona më profesori thamon edhe shkojmë të North Park, ku e në taku, ata ka në për Rogozhin, dhe në për Shkodër, në taku aty, kam taku presidenti që nuk e kisha pa kur, adin. Demrozi. Po, nuk e kisha taku kur, më fot, ne e kishte edhe drejtusat aty një administratorin dhe drejtorin sportiv dhe profesori Gugash Magani, edhe kisha ba plan rrugës, nëse rregullohem, do e mylli karrierën, si për mirë, si për keq, do e myllsh aty se Prince Super League shkosh në kategoritë parë,
S'besoj që mundesh me shku gjona të keq, nuk mundesh me Mori ngrit. Ishte edhe moshë e madhe. Kam shku me besim plot edhe me rrezik që o do e mbylli o do vazhdoj deri ku të shkojnë, atë. Po për fat mirë më ka dalë mirë edhe shumë korrekt, shumë më ka ndosht kapiten ekipit, mësaj drejtues klubit edhe është pozitive, duhet me kanë falënderues dhe minjos edhe për ta. Ke zhvilluar karrierën tënde si sportist me 4 president të veçantë besoj. Fushaj, Gjici, Laska dhe Gjika, po ashtu Demrozi, 5. Cilin kujton si më shokun, më i afërt me futbollistët? Shikoj, janë karakteret të ndryshme, tonë e kanë shpirtin e mirë. Presidenti i Laçit e ka shumë zemrën e mirë, shumë i dashur me sportistët. Edhe pse është ai natyra që duket sikur i vërtet sportist. Duket dashur. Po, vërtet i tesh, mas 5 minutash vjen të rroke, qet me pije. Çat dush ti adin, e ka vetë aty, po ka shumë zemrën e mirë. Po ashtu edhe Gjici ishte ashtu. Ishte karakter shpërthyese, ofendues, por prapë ishte i dashur me sportiv. Po shpejtim Gjika është është një njeri me kulturë jashtëzakonshme, asnjë fjalë ofenduese, asnjë gjë, kena hub shumë nejë që kanë dhomë në kollën dorë. Ton presidenta korrekt sa kanë pas mundësi me pagesat dhe kam respekt për të ton presidentat edhe pse ndoshta tash nuk kam ne kontakt të vazhdueshëm me ta se kanë kaluar shumë vite, po sa herë takojna nga vendori një tjetër që mjafton respekti. Pra i respekti është gjithnjë i veçantë. Kurse këtu në Shkodër në fakt presidentin Valtierin e respektoj për kontributin që kanë, po nuk kam pas afirmitet se me kam kanë shumë i rjetë, kam ne shumë larg drejtuesave, shumë larg presidentave. Ke shikuar vetëm stërvitje. Po, ishte vite nep të rrogat e ikte, por do të thotë natyra vetë e presidentit. Ton njerëzit që hadhin lek në futboll duhet me respektu se është një sakrificë shumë e madhe. Ndoshta njerëzit se kuptojnë, por ne që jena pjesë të futbollit është diçka që se kuptoj, nuk e kuptoj se sa e vështirë është, si mundën me ia dalë. Po themi gjitha, por gjysma aty e lekëve nuk kthehen kurrë tek klubi apo tek presidenti. Shumë e vështirë. Shoh presidentin tonë Albanin, shumë i urtë, shumë i edukuar, njëri i mirë, janë shpenzime të mëdha, i tham belekurë ta ka i fortë, shohat në mand zotin, se sakrificë për zotin. A kollaj me gjyku për larg. Ec puna largohesh, vjen në futboll, nuk duhet me mojti natë me njerëz. Kjo është eksperjenca eme që më ka dalë për mirë. Jemi paka shumë minutat e fundit, Qim, për ta mbyllur këtë bisedë ka shumë interesante, sepse zbulohen me të vërtet gjëra shumë bukura për karrierën tënde, por kam edhe disa pyetje të fundit, me që sot je drejtues tek vllaznia, tek akademia, po ashtu edhe trajner i moshave, do doja një këshill tënde për brezat e rinj, si eksperiencë 16 vjeçare në fushën e lojës superiore. Si shkohet tek ekipi i parë ndoshta? Nëse familja të shka të bëjnë shumë prind. Është një çështje që po diskutohet në tonë botën, kam shku seminar me Atletico Madridi, edhe është një çështje shumë e diskutueshme puna prindve. Nëse një familje, qof nana, qof baba, një fëmijë lën qet, vetëm thjesht i nep këshilla të mira, e ushqen mirë, e edukon mirë, te pjesa e futbollit fëmia ka më e marrë vet. Nëse ai fëmijë stërvitet mirë, sjellet mirë, një gjën trajneri, ka dhe talentin e vetë çfarë ka fal Zoti ato gjëra teknike, ka mu bë. Nëse nuk i ka, as nuk e bën trajneri, as nana, as baba, as kërkush. Prandaj këshilla jeme është me fillu stërvitjen vet, i lën fëmijët të qet, mos stërvit, me eduku, me dhën kritik aq sa duhet. Po të them diçka se si ju shpjegojnë fëmijëve te akademia te 14. Kam pas një mbledhje me prind, i kam thirrë vet personalisht tan prind. Ju lutem shumë, i kam thënë leni fëmijët të qet. Mos ju shtroni presion, pse hube kët, se pasove, bën e vet, gjuje vet. Pse i kam thënë? Shkojnë 8 paqerek në shkollë, deri në 3. Për mua është stres. Sepse duhet të jesh i përgatitur edhe aty. Po, shkolla nuk është e lehtë, shkolla është më e rëndë se futbolli. Është rëndë psikologjike. Duhet me menaxhu mësuesin, me bë detyra nëse si ban mërmungesa për ashtu, është ana psikologjike shumë e rëndë. Vjen stërvitje, nëse trajneri ty të vërtet nuk trajton mirë, nuk stërvit mirë, trajton keq, 2-3 ana psikologjike. Edhe prindi për veti 3, i kam thënë këto fëmijë kanë me lënë futbollin. Tash i zgjan me vetë, o lani çetë të bëjnë stërvitje,
Lënia trajnerave, drejtuesave në dorë, nëse doni me formu futbollista, se ndryshe nuk kanë më lan futbollin. Edhe prandaj duhet një qetësi dhe një punë shumë e madhe me punu me ana psikologjike me fëmijën. Se prind nuk kuptojnë asnjë gjë të futbollit. Asnjë gjë. Ja thjesht tifoza. Edhe tifoza nuk din hiç as tifoza do thjesht gol u e bën edhe festoj. Kaç as nuk din se si shkohet te goli, as stërvitje, as muskuli, as. Prandaj është normale se janë prene kanë atë emocionin, doin mu përfshin, jam dakord. Po kur të marrën nesha, kur të marrën stërvitje, mos i flitni fëmijës për futboll. Mos i lënë çto si është. Ai oft më dhon një këshill që një gjojnë me të mirë. Aja është zëtësia dhe meritë e prind. Unë edhe djallin të me kam e futbolin, tash menojnë që njëzit është djallin edhe kam më ba futbolist. Jo, se di se s'mundu mund me allan ato gjanë. Qose dhe mu zhvillohet vetë. Pra nej, të anë psikologjike, kur nuk i flas, as nuk i bërtes, as në shpi. Në rënd trajniri... Po ndë një trik jam mësone. Mune me i lan këshilla, i hapi telefonin, fushën e futbolit, si duhet me levizi kështu, po. Pse e bane këtë, pse se pasove. Edhe gjanë më të madhë që i thëmë, me trajnerin me shok asi gjys fjallë. Deri tash adin është i edukum që. Jo em suksesit, pse mos ketë një Shtupina Junior. Pas disa kohësh, kur si dihet. Kam edhe disa pyetje të fundit që i dua kështu përgjigje shpejta ndoshta. Një ndeshje që nuk e harron kur si futbollist. Ndeshjen që se harroj kur. Shqipëri Milan. Kam luajt 10 minuta. Kombëtare kam këmbëllu një herë me 2 herë kam kanë edhe një herë kam luajt me Shqipëri Milan kur mund Tiranë. Ronaldinho, Shevchenko, Zambrota, Beckham, Ancelotti trajneri i tyre, shumë Shevchenko. Ai është ndeshje që s'mundesh me harru. Një djalë i vogël me luajt mes yjeve të Milanit. E futbollit botëror. E veçantë e kisha harruar atë ndeshje me të thënë drejtën, e kisha harruar nga qenë misore. Misore po, organizuar në Tiranë. Për qejf, por e kisha harruar realisht kujtim shumë i bukur. Goli më i bukur që ke shënuar? Besoj goli më i bukur, por ndoshta nuk ka shumë i rëndësishëm. Është fituar ndeshja me atë gol, po është goli Skënderbeu Vllaznia në Korç. Minutë 65 rrafishat. Ai me revizhat. Po, është goli më i bukur. Mendoj unë, atë është më i vështirë më u bë. Trajneri ndoshta më karizmatik për ty, që ka ngelur memorien tënde. Ka pasur shumë ndoshta, por duhet me i kujtu pak, por mund të them trajnerë që kam pas më shumë sukses, atin që kam kalu periudha të mira është Armando Cungu, kam kalu me Besnik Prengen Laç, në Rogozhin me profesor Bashbanin, po, atë përveç viteve më përpara me Shpëtim Durrën me këta, atin njerëz të mirë, njerëz. Shumë emra të mëdhenj kanë drejtuar kur e mendon në fund. Josa, se mos ta harrojmë edhe Josa, se është një mes shumë i madh për mua dhe kam pas shumë marrëdhënie të mira me të. Futbollisti më i mirë me të cilin ke luajtur ndoshta, që do e vlerësoje për talentin, për gjithçka, për leadershipin. Ishte ky në Rogozhin, Duamen, atin që e kisha aty, ishte një nivel tjetër, atin nuk ishte për kamerin shqiptar, por kishte ardhur për i problemeve të veta. Po futbollisti kundërshtar që e vlerësoje Vangelin kam pas duele të vazhdueshme me Andi Lilën që kanë te Tirana Ancia Gollin. Këta kam pas duele. Po që ishin rivalet tuaj direkt në krah. Po ishin edhe ndeshje të forta dhe ishin lojtar shumë mirë, do të me dhënë maksimumin edhe tifozat tonë prishin që unë me i triblu me shpejtësi që kam pasur dhe ishte diçka që ishte pozitive edhe për mua. Ekipi që gjithmonë kishe qejf tan poshtë. Vllaznia ka qejf Tiranën e Partizanin. S'heqet kur prej gjakut e punë. Po mujtë Tiranën e Partizanin duket vetë si i fortë në Shkodër. Dhe tani kam edhe pyetjen e fundit totale. E ndërron ndoshta një ditë Shtupina të jetë drejtuesi i Stolit Vazis, trajner tek ekipi i parë. Sepse e nisëm bisedën në fillim ku the që nuk i ndajmë futbollin. Është e vështirë mundo, edhe besoj që kam mund, gjithçka në një jetë atin, po nuk e mendoj për mundo për futboll. Më shkon në përmend, por do me prit ndoshta kohën edhe bunru pak brezat. Ndrohen edhe pak brezat, ndoshta vjen një kohë ku edhe unë jem më i aftë dhe më i përgatitur si trajner, më i mësuar atin edhe si dihet kohës, ndoshta një ditë, por në rresht për çdo futbollist vllaznis me drejtu ekipin.
Unë të falenderoj shumë Qim që ishim në këtë bisedë. Respekte për punën tënde që po bën tek Akademia Vllaznia, po ashtu edhe për karrierën tënde që me të vërtet nuk është trumpetuar shumë në media si shkak e natyrës tënde shumë modeste, nuk i ke preferuar mediat aq shumë edhe kur ishe protagonist, por gjithnjë duhen të respektuar ata që kanë dhënë për Vllaznin dhe për sportin shqiptar. Ishte me të vërtet një kënaqësi. Faleminderit shumë, faleminderit. Ju falenderoj edhe ju miq, ne do shihemi sërish javën tjetër me tjetër protagonist. Deri atëherë, mirë takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet e tiktik tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.